Verë Ndimër bashkon qytetare vizitor për pije dhe ushqim përmes shtëpizave të vendosura në shesh. Përshëndetje, a bëni çokoladë nxehtë? Blend Ymeri është njëri nga qytetarët që, së bashku me familjar dhe shoqëri, shijon pijet dhe ushqimet që ofrojnë këto biznese. Këto vi shpesh, gati çdo natë vi këto me shoqëni, me familje. Është një vend i mirë për me kalu kohën me shoqëni, me familje. Këto bëhet mirë, është një ambient i nxehtë, po mendoj që do të më pas hala më shumë kësi shtëpiza. Unë kum zgjedh njërin prej shtëpizave këtu, ku kum vendos me edhe me provu. Erodita Haziri thot se shumicën e pauzave i kalon pikrisht këto në Verë Ndimër. Sipas saj, vendasi dhe turistët kanë mundësinë të shërbehen me ushqim, pije dhe të shijojnë atmosferën festive të kryeqytetit. Unë jam Erodita Haziri, punoj në Ministrinë e Ekonomisë. Në pauzat e shfrytëzohemi zakonisht këtë, se edhe kena ofër, po edhe është një ndryshim i kafiqave të mbyllur. Këtu po është atmosfera shumë e mirë dhe është një plus për neve që po jena nxyrë e mshel. Edhe po ka alternativa ndryshme, edhe për me hangër, edhe për me pi. Edhe është një ambient i ngrët kundra që është ftoftë, për që mu më pëlqen ky vend. Edhe për turizëm është shumë mirë që ky lloj i biznesit. Shkaku që edhe po vinë turistë tjerë, po vinë po kanë edhe shka me po, jena një kulturë pak më ndryshe se që e kena pas më herët, edhe po mendoj që është shumë pozitive. Ajo shton se, edhe pse sheshet e Prishtinës mirëmbahen rregullisht nga kompanitë e pastrimit, ka persona të pandërgjeshëm që lënë mbeturina, gjë që ajo e cilëson si veprim të pahishëm. Përgjithësi, mira që po dalme, po ka neja ndryshme mirë, po mbeturina që pilojna në fund, po jetë shumë pamje keqe. Sone për shkak kur po vinë më mëngjes, edhe po jesin ka gjasi shumë, edhe është mirë që çdo që pihami, pipimi, mi marrë me vetë, ose ka dhe shporta ndryshme, se cila e ka, mujna milionën. Është mirë që me pas një kulturë që mi marrë, mi hekër. Fisnik Jahiri, menaxher me përvojë shumë vjeçare në gastronomi, tregon se si vjet për herë të parë është bërë pjesë e Verë Ndimër. Ai thot se mëngjeset janë më të qeta, ndërsa frekuentimi i qytetarëve fillon pas orës 12 gjatë pauzave të punës, si dhe mbrëmjet janë të mbushura me klient. Është hera e parë që marr pjesë Verë Ndimën, të pos parasysh për hera të kalume që shumë biznese dhe kanë dalë profitabil prej këtij evenimenti që është Christmas Market, atëherë na kena tentu me provu për me fitu diçka me përfitu rreth këtij evenimenti të festave të fundvitit. Po na këtu si top produkte kena, do me thonë, çokoladën e nxehtë, kena verën e vlume që edhe çajat normalisht i kemi, këto janë top produktet, të prijeve ofrojnë atë gjitha përveç ushqimit. Na këtu e hapum në orën 11 dhe normalisht dreka është pak më e frekuentuar edhe prej institucioneve dhe prej pauzës së sen, po manej është pak një zbeje e vizitorëve, po sidomos prej orës 7-7:30, atëherë fillon që me thosën frekuentim sa më të madh njerëzve. Morë parasysh edhe muti ka qenë pak nonën tonë, se normalisht kër është muti pak ma i ftohtë edhe na vetë si njerëz jena të primë që me pritu me dalë dhe për me vizitu. Jahiri thot se fillimet nuk kanë qenë shumë të kënaqshme, por shpreson që periudha e fundvitit t'i sjellë më shumë të ardhura. Ai thekson se, përveç anës financiare, Verë Ndimër i sjell Prishtinës edhe turizëm, duke ofruar turistëve vende për të ngrënë, pirë dhe shijuar atmosferën festive. Shtëpiza e tij njihet për çokoladën dhe verën e nxehtë, të cilat i përgatit vetë. Në fillimi nuk ka qenë edhe aq i kënaqshëm, po tash të e pas parasysh që edhe sheshi ka nisë me u zbukuru edhe vizitor prej vendeve të jashtme vinë edhe vizitojnë këtë Christmas Market edhe na
po besojmë që ka me ecë edhe ma mirë, sidomos të pos parasysh që është prej datës 15 fillon edhe ma shumë me posën frekuentim të qytetarëve edhe të vizitorëve për vendeve tjera. Kjo është një anë e mirë edhe për vendin që me pas ma shumë vizitorë, se të pas parasysh që Kosova nuk është edhe shumë e zhvilluar për turizëm, po kjo është një lloj turizmi dimror që me pasën ma shumë vizitorë edhe me ardhen me vizitu Prishtinën, pse jo edhe jashtë Christmas Market, po me kanën e vizitume edhe gjatë verës, vjestë edhe vene tjera, se Kosova për një mend ka shumë vene bukura që do të mu vizitu, sidomos turizmit malor, edhe me kanën veç për Christmas Market e vizitume prej vendeve tjera. Verë Ndimër është hapur me 28 nëntor dhe do të jetë e hapur deri më 3 shkurt. Gjithsej, janë 80 biznese gastronomike që marrin pjesë në Verë Ndimër me shtëpizat e tyre.